Hadithin se kanë zeli Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, ku tha alayhi salatu wassalam: inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Tha alayhi salatu wassalam, me të vërtet sidqu, sidq vërtetësia, besnikëria e fjalës, barazia e brendshmës dhe të jashtmes. Tha vërtet sidqu dërgon në punë të mira, e punë të mira dërgojnë në xhennet. Vazhdo njeri me dhanë të drejtën dhe fjalën e vërtet, deri se tek Allahu shkruhet siddiq. E merr titullin të Allahu siddiq, i vërtet, që ky njeri o i vërtet, nuk thot rrena. Pastaj te alayhi salatu wassalam, dhe vërtet rrena çon në punë të liga. Dhe punë të liga qojnë në zjarë. E vazhdo njani me rrejt, e rrejn, deri sa e shkruan Allahu kedhabe. Kjo rrenacak. Dhe kjo gjenja më e ligë me pas këtë pozitë Allahu te bareke ve teala, Allahu na ruaj nga kjo pozitë e ligë të Zotit jon xhelel xhelalu. Ky hadith është hadith i madh. Ka dhënë dietarët baza e kuptimit të tërësisë islamit është ky hadith. Dhe baza e Kur'anit, e cila shtrihet mbi ta, Islami, imani, ihsani, është vërtetësia. Një rënacak se kupton Kur'anin. Dhe ne të kuptof së mundet me zbatue, sepse nuk përpudhet rrena me lartësinë e vërtetësisë që ka e kërkon Allahu xhelel xhelalu. Njani i cili a mësu me rrejt non stop, dhe a mësu çdo sen me ndrejtësi me kalkulimet e tij. Ai gjithmonë e thot një fjalë duke e menu 100 herë ku i del lëvërdia. A mundet kime ndjek Kur'anin? A mundet kime e kallëzu që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam? A mundet njani i cili llogarit veç për hesabet e veta i ka? A mundet kime thënë ka thënë Allahu në Kur'an kështu? Jo, sepse vërtetësia është kushti i Kur'anit. Ti s'mundesh me kallëzu atë çka është e drejtë nëse ti i tutesh lëvërdisë tane. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam u bë pejgamber dhe zgjidhi Allahu pejgamber. Pse? Sepse ishte i sinqert dhe besnik i fjalës. Shikoni një vërtetësi dhe një gjendje të lartë të sinqeritetit ton pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shikoni, nga se hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam shpesh i kalojnë ana. Gjendjet e tij kalojnë ana. A aty brenda janë çatio dietarën çatio pse Allah e ka bë pejgamber këta, pse e ka vendos këta, pse e ka zhvendos këta. Kur erdhi Xhibraili Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha iqra, lexo Muhammed. Çka i tha? Nuk di me lexu. Nuk jam lexuesune. Ai prapi tha iqra, lexo. Ai tha unë nuk jam lexues. O prapi tha lexo Muhammed. Tha unë nuk jam lexues. Çka gjenë te kjo fjala e tij, nuk jam lexuesune. Nuk jam të lexuar. Nuk di me lexuar. Ka ndonë djetarë maja e sinceritetit, maja e besikrisë, nuk di, unë njësan që ka nuk e di, nuk e di. Dhe Allahu xhelel xhelalu e bani prisin atërë që ka lexojnë. Pastaj Allahu e zbiti, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, deri në fund të surës. Pse? Sepse ishte maja e sinceritetit. Kër u këthipi kësaj gjendje te Aish, te Khadija radiallahu anha, te gruaja vet, u tut. Dhe kjo ishte sinceritet, u tut. Nuk tha mu kur gjasa të më gjetë. E di unë që jam të bo pejgamber, nuk tha kështu. U tut dhe shkoj të Khadija dhe oj, Khadija jam të tut për vetën, që ka është e Bukharit. Oj, Khadija jam të tut për vetën, se ti qka të ndodhë me muë. Qka i tha Khadija? Ja përmeni një grumbu të sisive për i tëre? Tha jo, Allahi nuk të poshtërson tije. Pse? Pse e Khadija? Se në tërshmëria e njef këta. Shiko qka i tha? Tha se ti e do të drejten. Ti e do të drejten. E që ko kjo e do të drejten? Në nivelin që e ka dash Muhamedi se më të drejtër Allahu e ka ma vule për nga merijës. Dhe në thëna Muhammed Mustafa, në e thëna Muhamedi zgjerur. E pse e zgjerit? Pse e zgjerit? Ka thënë djetarë se ishte ajka ma e mira e sinceritetit. S'kish ma të sincerit se ajë, alayhi salatu wassalam. Andaj Allahu thënë disa djetarë i udhëzon njerëzit në basë të sinceritetit që e kanë ata. Andaj nuk është sinceriteti me një umet, besikria me një umet, vetë se ngritë Allahu xhelel xhelalu. Dhe nuk shpërndahet me një vend rrejna, korrupcioni, vetë se bjeja umet, s'ka vlera umet. Apo?
Ato shiko kur dojnë mi rëzu popujt, apo nuk dojnë mi pranu popujt, qoftë në aspektin e materialet, po jo se jeni korruptum. Çfarë është kjo? Jo se do t'i i korruptum, ma korrupton edhe atje venin tem, apo? Andaj çka tha Amr ibn al-Asi, ata i rrinë veprave të tyre, rregullat të tyre, i përmbahen asaj që e kanë nu. Gabim mirë atë Allahu dhe në Kur'an ajo del, ama i përmbahet vetës. Çfarë i përmbahet vetës? Kur tjetë rregull përmbaju. Ne edhe rregullave tonë nuk i përmbajemi. Dhe s'kejnë tjetër, të cilën e kanë paraqit dietarë si dikien me qeni vërtet. Na duhet të flasim shumë për vërtetësien. Nëse i shohim se edhe edukimi neve nuk na ndodh ashtu si duhet. Ne edhe fëmijën ndonjëherë e mësojnë atë çka është vërtet për ta, jo çka është vërtet. Edhe fëmijët më thonë vol drejt, kallzo drejt. Edhe sa kundër tyje, kallzoje drejt, sepse ti e instalon dhe e programon kështu më bëj një burr i madh. E jo me dhënë këshillet ti kur të vjen mami, këshillet e ruju ti mos u vani parë, mos u vani funit. Çka kjo fjalë? Çfarë janë këto fjalë rrisin brez relatat. Këto fjalë krijojnë brez i cili e këshill veç levërdinë vet. Nuk intereson e drejta. Çati e shoqin e vet Torah do të punë nuk ka puna ime kjo. Pse? Se nuk jena sinqert. Nuk jena besnik fjalës. Shikoni Abu Bakr as-Siddiq. Kjo i cili e mund titullin Siddiq. Ata na kufona për Abu Bakr thonë Abu Bakr as-Siddiq. Allahu jalla ka përmendur në Kur'an. Apo Allahu jalla ka përmendur në Kur'an alladhi saddaqa. Ai që ka vërtetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ishin në Mekë. Abu Jehli ishte nervozuar dhe i dhu pamas. Si ta rxon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe si ta gjen një fije diçka e ta shpall rreth atak. Ta shpall rreth atak. Dhe nata e Isra dhe Mi'rajit ndodhi dhe Muhamedi sa ishte i shtrin në Mekë. Ishte në Mekë. Dhe në një pjesë të natës, para mëngjesit, u ngrit, shkoi në Aksa dhe shkoi në Isra dhe Mi'raj. U ngrit në qiell dhe u qu aty. U qu në sabah. Njerëz të parë që i pa Abu Jehli me parinë e vet. Edhe Abu Jehli tha, a ka ndaj të re? Në kuptimin a ka diçka do një lajm tjetër, a ke pru diçka? Metalli i tha, me ironi. Tha po. Ky serioz e po pa dhe garë. Tha po. Kja është në Mesjidul Aksa. A mund të parëmëndë që ka i bije kjo për ata? Mesjidul Aksa me shku pin Mekë në Palestinë, në të botë u dashë me dere me u thue mas fakti 3 javë. 3 javë. Dhe a i tha po. Kja është në Mesjidul Aksa bi mas mesit natës dhe ritash. Edhe u këthejma. Për Abu Jehli kjo ishte kiameti. Mirë po, a ishte dinak i madh. E majti vetën. Tha, o Muhammed, a kriti thiri do njerëzit jam ka dojshën se që këtë lajmë ti? Pra a i tha, tash e drejqën dhe punën. Dhe më në radhe më o Muhammed, shkoj si të tija s'ka. Pra, mëse të shpalli rëndës, si e po për nga mërë. Tha, a mundësh me pritë që tu, shkoj ti mledhin ato të abaj shërë. Të njerëzit ta shpërmbaj, se qa ke voti, tha po, shko të ri këtë. I thiri ata, Arabët kanë bajt shalla kanë bajt. Ashtu ka qenë, tradit e tënë, jo tradit e feres. Tradit e Arabëve ka qenë me bajt shalla. Dhe ato kanë ardhe me shallat matë mëdoj, kanë bajt sa më i matë shallin matë matë. Dhe për i thot, o Muhammed, kalzoj shkan kalzove mua, dhe Muhammed sa me seriozitetin dhe sinceritetin më të plot, ta sot në natës ju më kanë në Palestinë, Mesjidul Aksa, dhe u ktheva, në natës. Ata u shtangën, nuk i kishë kalzuar okej, se ka edhe në qilë, se që e kalzu që ka i qilë. Apo, që ndodhe? Ndodhe se ata i mbulun shallat e vete, ta është mo kiameti kjo. Mo ki njeri, për 3 orë, ka shku në Mesjidul Aksa, dhe u ka këthi, me shka këthije? Me shka është këthije? E si dirtija e Abu Bakrit koha. Pakman atana, e ka zatet e Abu Bakr e Siddiqun e Abu Jehli. Dhe i ka thënë, o Abu Bakr, atë ka dojnë e diçkat, hëtë këshyre që ka thot kjo shokija, hëtë këshyre që ka thot kjo shokija. E këto është ajo vërtetësia. Ta që ka ndonë? Ta Muhamedi
po pretendon, po pretendon se mrena natës, pi pas natës, deri para sabajt, pi në Mekë, ka shku në Mesjid al-Aqsa, dhe u ka këthi, shnosh mirë, kur qo se ka gjithë. Qa i tha Abu Bakr as-Siddiku, dhe gjënë? Tha, fe in kane qad qal, fe qad sadak. Abu Bakr i tha një fjallë, ma e me, tha si ta kishtan që ashtu anë. Kaq, dhe Allah e shumë i Siddik. Se, po tja, une, Abu Bakr nuk e kish problemin, une që tha, unë i besoj sa Allah i folë për 7 palqive. E une ta diskutoj se pas ka shkupin Mekë në Aqsa, se të njerëzit që isha, a dhe këta e banan, a dhe këta mundet me ba Allah, e Abu Bakr Siddiku e vërtetoj, tha, po, si unë ta vesh një problem e kam me juve, se burimi juve informativo është i diskutushëm, tha, si të kish thanë, se e buqeti, mundet me rrejt me shpif, tha, si të kish thanë, e ka thanë të vërtetën. Tha, i besona, tha, po, i besoj vallahi, tha, i besoj e të ma shumë se kaq, tha, i besoj se Zoti i botrave i folë këtina. Alej salatu e selam. E Allahu gjelluar e arani titull, tha, e Siddik. Pse? Sepse e rujti vërtetësinë e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata u tronditën. E tani na sa jena të sinqertë. Sa ja hëna fjalën drejt. Le dale ku dale. Shikota ka shmend budalla. E ka bësh shmendur. Lezoni surën Al-Qamar. Lezoni surën Al-Qalam. Lezoni çka ka thënë Arab për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Kadhabun ashir. Çfarë që ka thënë Muhamedi sallallahu? Kadhabun ashir. Kanë thonë, është Muhamedi edhe rënacak, shiko që ka kalzon, edhe sharazia. Se i kalzon do Muhamedi, ja menon shërën ajë. Pse? Sepse a ishte i sinqertë, i thejke, qysh ka thonë Allah i thënë dhe drejtën. Andaj, nëse ti cilësohesh me cilësit liga, s'ka problem, thuje drejtën. Nëse të rrezikohet në vërdia, thuje drejtën. Le të mësohemi si shoqëri, të vegjël edhe të mëdhej, të ri edhe pleq, thuje të vërtetën. Thuje të vërtetën dhe imponoja vetës, luftoja vetën me thanë të vërtetën. Sikur thonë në disa bizame, i thënë të vetës, oj vetja ime, ka të drejtë. Oj vetja ime, ka... Pro, ne e dina se... Rana, apo, po ka të drejtë. Shpoton Allahu te bareke ve teala.